Hej, nëse jeri në këtë kanal, unë jam Romi. Pas disa lëvizjesh, unë dhe familja ime aktualisht ndodhemi në Tiranë. Sa po arrita tek Epoka, unë shkoj Begji. Mëra Begji. Ja ku paska, ja ku është, sa po erdha tek Epoka. Sot ka nisur dita shumë çuditshëm, do ju tregoj më vonë, por që le të ikim sepse gati kam orarin për të nisur leksionin. Më uroni fat. Hello miq, si jeni? Ja ku erdhi dhe Hekri. Heker. Bato është duke fjetur. Por si gjithmonë kjo autostrada ka një trafik të papar çdo ditë në çdo orë. Madje këtë javë kam qenë për të mbajtur dhe leksionin e hapur tek Epoka, të Universiteti Epoka, dhe kam bërë 45 minuta që të shkoj nga ne tek universiteti sepse ishte komplet e bllokuar. Dhe thash Hekrit, kush jeton në këtë zonë e Tiranës, ka çdo ditë shumë trafik, sepse pavarësisht se në zonën tonë duket sikur ka trafik, por nuk është se ka shumë trafik, jemi me fat, kurse kjo pjesa këtej është e tmerrshme. Leksioni i hapur që mbajta shkoi shumë mirë. Feedbacku ishte shumë pozitiv dhe më bëri shumë qefi. Përveç kësaj, më bëri shumë përshtypje universiteti, kampusi i universitetit, ishte shumë i bukur, ishte hera e parë që shkoj te Universiteti Epoka. Unë nuk është se njoh shumë universitetet këtu në Tiranë, duke qenë se vitet e universitetin e kam bërë jashta, por që mund të them që më bëri përshtypje në shumë pozitiv. Dhe nxënësit dukeshin studentët më saktë, dukeshin shumë friendly, shumë happy që ishin aty, nuk dukeshin kështu të frustruar. Sigurisht Epoka është një universitet privat, kështu që kushtet janë shumë ndryshe nga ai shtetërori, kuptohet, si çdo universitet privat në gjithë botën, por që më bëri realisht shumë përshtypje. Më thanë që ndoshta do më ftojnë sërish, dhe i thash patjetër, thjesht më duhet më lajmërojnë paraprakisht që të organizohem dhe me Baton. Kjo java në Çerdhe nuk ka shkuar keq, përveç ditës së parë që kishte munguar 10 ditë Bato, dhe sigurisht dita e parë ishte shumë tragjike. Hekri po qesh sepse i bëra shenjë mos të përdori telefonin kur është duke dhënë makinës, dhe mos përdorni asnjëherë telefonin kur t'jeni duke dhënë makinës, okay? Do shprehin ndaluar. Ja. Unë kam rregull, nuk e përdor asnjëherë dhe mendoj që asnjëri nuk do ta përdori, dhe Hekri gjithmonë i tërheq vëmendjen për këtë gjë. Kështu që mos qesh ashtu si në faj, sepse je shumë në faj. Dhe siç po i thoja, ditën e parë shkoj disi keq sepse si vaj burri po rrinte me gishtin humbur. Po mirë, më po ç'lidhje kanë se tjerët rrinë në gisht në humbur, rrinë telefon ose ku dëgjojnë ç'a bëjnë. Unë po flas për ne. Dhe 15 herë më ndërpreve. 15 herë, ha. Po bukur sot. Po thoja që Bato nuk shkoi shumë mirë ditën e hënë, madje shkonte te dera e dhomës tyre të grupit yjet dhe i binte derës çantës dhe donte të ikte. Ditët e tjera ka shkuar më mirë. Ditën e parë gjithashtu nuk ka ngrënë asgjë atje. Më duket protestoi, por kur e çova dhe ditët e tjera e kuptoj që s'kishte çfarë të bënte, kështu që filloi u mësua, por me sa kuptoj gjumin e kemi pak problem. Unë po ja prap i thash mos e prek telefon. Dhe kështu puna e Çerdhes, do shohim se do shkoj këtë javë. Kam dëshirë ndoshta ta lej deri në 3 që të flej dhe gjumë 2:30, por do shohim, duke parë, duke bërë, nuk mund të planifikoj asgjë, sepse vazhdon akoma të jetë pak i bllokuar dhe gjithkohës kam qenë me frikë nëse do smurej sërish. Përveç Batos edhe unë kam qenë pak si e smur sepse ma kanë gjitë Bato, dhe tani më duket se po e han dhe Hekri. E marrim me radhë kështu. Feels just like a daydream, but now the clouds have gone away. Time to go and press play. Erdhëm gjysmore më herët nga takimi dhe vendosëm
të ecim këtu Buzdetit me Batun që sapo zgjua dhe që ka shumë qejf. Koha shumë e bukur dhe ndryshe nga herët e tjera që kemi qenë, shohim turistat që kanë filluar të vinë, si janë duke bërë banjo dielli. Dhe kjo më gëzon, sepse gjithmonë jam e ides që nuk duhet bërë dhe shfrytzuar turizmi vetëm gjatë verës, por edhe në pranverë dhe vjeshtë. Edhe dimër pse jo një ditë. Nëse zyrtarisht sezoni të sandaleve. Lately, I'm chasing the sunrise. If you need me, baby, I need to meet me at my new location. Wasting time. Jemi shumë herët, kështu që vendosëm që të studojmë, të eksplorojmë më saktë zonën këtu dhe vendosëm të vinim këtu te ky hani I qetës që shihni sinjalistikat kur do shihni edhe sinjalistikat e Poçerisë së vjetër dhe zona këtu qeka jo e bukur, po wow, tamam si në Toskana, vetëm se këtu është plot me ullishte. Realisht shumë bukur. Ishte dhe shenja një kishe dhe nuk e di nëse do arrim ta gjej me hekrin, por që nëse ju bie ndonjëherë rruga, hajde, nëse që ka realisht shumë bukur edhe për foto, kush do të bëjë ndonjë foto pak më ndryshe. Ja, e gjetëm dhe kishën, Atje në fund duket edhe deti, pamja që ka shumë bukur, po tani dolën pemët. Por që, ja. Jo, kisha që ka e mrekullueshme. Do më thënë, nuk I mungon asgjë kësaj zonës për të krahasuar me Toskanën. Realisht, kisha quhet Shën e Premtes. Fshati? Qep? Fshati Qet, se I thash Qep. Ishin disa fëmijë duke luajtur me top, po tani po luajnë poshtë. Dhe, wow. Kisha është e shekullit të 14-15. Dhe shpallur monument kulturën 63. Bato, po të pëlqen? Edhe si është zona përreth, komplet ullishte. Dhe atje në fund shihet deti. Shikoni sa bukur është gjithë pamja. Atje në fund pas ka një ferm. Dhe tu vazhdon sërish kisha. Tani jemi duke parë një hapësirë tjetër të Poçerisë nga mbrapa, ku kanë edhe disa kafsh. Dhe jemi duke kërkuar lepujt për Batun. Të filloj aktivitetin e ngjitjeve. Dhe ja ku e rënë në shtëpi, më ka dalë një si tip fuqëre këtu të gbuza, kur kam hequr këto. Dhe Bato po ndjek hekrin në balkon. Ja ka luam shumë bukur, shumë mirë. Dhe ja vlen vërtet të shkoni të eksploroni atë zonën që ju tregova në video. Doja t'ju tregoja disa nga lodrat e preferuara aktualisht të Batos. Faktikisht, ja kemi marrë gjitha të Xhangolli. Hajde Bato, hajde! Ja kemi marrë gjitha të Xhangolli dhe
Para disa ditësh këtu në lagje takuam shokun ton, tashmë Kron, i cili jo ai sigurisht se është fëmijë, po prindrit, më saktë mami i tij na kanë ndjekur në YouTube dhe përshëndes. Dhe Bato i paktë si tip kamioni që kishte gjithmonë me vete dhe që e mbushte me gura dhe lozja dite me të dhe nga të ditë i pëlqen shumë të mbushi kamioni me gura të mëdhej, ja kemi marrë ca, ja kemi larë dhe i marrim kudo me vete. T'ja u tregoj në detaj. Ja, kemi marrë këtë dhe këto ishin disa gjëra që forma që vinin bashkë me këtë kamionin nëse nuk gaboj. I ke marrë këtë topin e vogël, ja dhe jo këtu, dhe këtë së bashku me këtë këtu. Pra gjithë këto lodrat kushtuan diku tek 15 euro. Kishim kohë që nuk i blinin Batos lodra dhe faktikisht këto janë të preferuarat e tij gjatë kësaj periudhe që kur i zbuluam tek shoku jon Kron dhe jim takuar dhe herë të tjera tek sheshi i lojrave, sheshi i takimit dhe jemi gëzuar shumë që kemi filluar të njohim dhe njerëzit që na ndjekin dhe Bato ka mundësi dhe të bëj shok këtu, sepse na bëhet shumë qefi kur luan edhe me fëmijë të tjerë dhe nuk është gjithmonë vetëm me riun ose vetëm në çerdhe. Dhe ja u këshillojnë nëse doni diçka pak më entertain, nëse doni diçka që fëmia të hutohet të luaj, kjo po funksionon për ne me Baton, si që thash kemi marrë dhe ca gur. Vetëm bëni kujdes që fëmia juaj mos i fusin gojë dhe t'jenë të mdhej mjaftueshëm, sepse mund të ndodhen lloj gjërash, kështu që bëni kujdes. Gjithashtu, dikush nga ju më ka pyetur edhe për triciklin që ka Bato të Kidalo. Duhet kuptoni që atë e ka marrë si dhuratë ditëlindje dhe nuk është se kemi përdorur tamam, sepse Bato ka qenë pak i vogël për të dhe koha ka qenë shumë e keqe këtu, por kemi filluar ta përdorim kohët e fundit. Atë e kemi si brend shumë i lezetshëm dhe nga ana e dizajnit është opak, nuk ka shumë shkrime, duket cool dhe ngjan sikur është nga ato shumë të shtrenjtët. Por në fakt e kemi marrë në Kosovë duke qenë se kushtonte më lirë se në Shqipëri. Një erdhi Bato këtu, është duke prekur. Ha more. Dhe opa dora. E kemi marrë te qendra tregtare që ndodhet në Arbëri, afër Minimaxit është atje? Po. Afër Minimaxit, përballë Minimaxit, aty e gjeni më lirë se çdo dyqan tjetër. Shëndet fjalë vërtet, por atë ja ka dhuruar mami për ditëlindje bashkë me vllajin, kështu që nuk e mbaja mend eksaktësisht sa ka kushtuar, por kushton një çmim mesatar, me sa kam kuptuar dhe e gjeni më lirë në Kosovë. Tani do t'ju tregoj pak a shumë nga afër se si duket. Si duket. Kështu është i lezetshëm, i zi, opak, pa shkëlqim, ka vetëm të shkrimin këtu. Mund të ndahet në pjesë, mund të shtrihet këtu, nëse bebi do të flej gjumë, fëmia më saktë, ulet kjo. Këtu ka këtë pjesën. Sërish, aty ka thyer Bato manikyrin tim dhe ka dhe këtë pjesën këtu poshtë. Duhet të blej një dyljen të fortë, se me dyljentin tim nuk është fshirë fare. Dhe siç po ju thoja, nëse doni diçka që çmontohet dhe e ndjek fëmijën sepse kjo shndrohet në tricikl pastaj me një çmim jo shumë të shtrenjtë siç është ajo Dodo, se nuk ja mbaj mend mirë emrin që kushton diku tek 300 e sa. Kjo është një opcion shumë i lezetshëm, nuk duket kështu kinez ose diçka, duket shumë rich dhe është nice, por nuk besoj që kur fëmia bën 1 vjeç, por kur të rritet pak më shumë, ndoshta 1 vjeç e gjys, dhe është një alternativë shumë e mirë nëse doni ta merrni me vete dhe fëmia nuk ecën shumë, është perfekte. Dhe kaq, ky është vlogu për sot, shpresoj t'ju ketë pëlqyer. E di që kam bërë mungesa, nuk ka jam duke postuar 2 vlogje në javë për një, por mes dhëmbëve dhe virozës së Batos dhe përshtatjes në çerdhe dhe shumë punëve të tjera kam qenë pak e ngarkuar të them të drejtën dhe
Nuk doja të bëja thjesht vlogje kod, thjesht për numër, sepse edhe juve dua që të kënaqeni kur të na shihni. Për këtë arsye mos harroni të na suportoni, na ndiqni, na bëni like, komentoni sepse dua të di dhe mendimet tuaja. Dhe unë ju përshëndes. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer ky vlog.